Ka me bujësit mirë është nuk është letë. E të regom, so litra më nëzit në lopë në dite? Sa litra qëmështë? Shausht Holstein Frizer është 30 litra. Simentoli është ma pak. Holstein një kuq shkon 25-27. Subvenciona po ka për bujësi, për gjësi? Për kret lupës edhe subvencionet e tuka. Apo dolin ty bëllë? Zdalin se për një lup është pak. 90 euro për një kret lup është pak. Edhe gjithë kush që tashe, thot që kjo është ma e mira. A i bën heq? Shumë e mira. Sa mundet me shku vlera sojna, me dash me shite? Kjo 3.000 euro shkon. Pas sa unë, pa si sene këtu i kom të minjat, shkonjo, 600 euro, koncentrat në shkojnë. Që kjo 3.000, aja 2.500, 7, 9, 30.000 vesh, le paske? Po. Me dash me shite 40, a i bujnë, Po. A kështë pas qif me dash me tu në qytet? S'muj me tu. Përshëndetje miqtë e mi dhe shikus të shqiptarë që krejnë nga ona Lindi. Së jena në fshatin Begunc, komuna e Vitis. Jena të Njazi Shaboni, një fermer i cili i kultivon doraca të lëpëve të huja, gjermonka franceze. Për ma shumë të rini me neve, se dhe basi Njazi këmë në kaldu se pikulja ka një se qështë tek, kështë që hadeni me neve. Basi Njazi, qështë kam? Mirë, E lu, mirë. me shnet, familja, Nam. të ndaj që shtoni herë. Ani. Ullu, qishi? Mirë. Me shnet, a mujtë me pushuish? Vëlloj që, ju? Mzet? A përgji? Mzet, ka fillu. Ty ta pas ka qitë zoti verën. Verën thasht, sa dështë miro. Mu do e them kanë ko pak. Me Ramazan. Po këtë kanë zonë Ramazani. Ja. Basi Mirë të këshe. Ja, po më të regon që është jeta në fshat. Jeta, mirë është, mirë, si fshat. Ka vështërësit e veta, ka... Nuk ka letë. Pse fështirë, be këtu pe keni qëtësi. Kena qëtësien, për ka punë të rona. Punë të rona. Sa që punë të rona që i pas e katuni. Që punë të rona. Ka me bujësit mirë është nuk është letë. Pse së është letë? Nuk është letë. Ka. Fushat pënuat. Me lupt mirë është. Me këto, nuk ka letë, po... Për e dermi. Për e dolmi. Që është zotit. A be mu që ishë herët? Po. Sa ora pravësisht? Ora 6 që në regullisht. 6 më gjes. A pritan më shua lajle? Valaj nuk pritoj. S'pritan? Ja s'pritoj. Se na, ne vetit në po më nga kërësit, alovi mu që unë 6 më gjesit. Dhe që në me vazhdo dhe në dumajt mas dite. Ja, që në regullisht. Regullisht 6 më gjes. As ka nevoj me më thirë kush as me sene, vetë që. Që është pa alarma? Hiq pa alarm. Vetë dëgjumi? Jo. Edhe direkt në firmë? Drejtet në firmë. Shkoj filloj me regullu. Cila është punë e porë që e bon si qush? Si të qumi, kam një punëtuar sezonjerë, e pastrojna, i pregaditmi për mjeli. Mjelje. Çdo mëngjes mjeljen? Çdo mëngjes mjelen, 2 herë ditën, mëngjes edhe mbrëmje. Po. Apo qesin i shtumbël? Qesin, kur e kanë fazën, qesin. Tash të kanë fazën ka pak i senë, mirë po, mbas që një muaj do të ketë prodhim ma tepër. Ka son litra, zakonisht i qëtë një lopë, sa litra tomën? Kam rasën e kam të mirë. Okej. Kam Holstein, kam Mobilar, kam Simental. Gjermana? Gjerman. Okej. Gjerman. Lopa Gjermonit kam mu rrit në toka shqiptarit, a vesheli që guzë në rrugë. Ka dhe do Mobilar francez janë të mira. Edhe francez? Ka... Sa unë me qitë... I kam regullisht, i kam rasën e mirë, Okej. të kultivume, prej një fermeri shumë i zoti është edhe që e njef këtë lami në fushë Kosovë, mira dite për me, familja Zemberisha. Okej. Më të regon... Ajo është furnizu si ka qenë më i mirë në Kosovë. E du të në tepës në racën e tina? Po racën e ti. E të regon, sa litra më në gjitë një lopë në dite? Sa litra në qëmështë? Para fërsesht? Shausht Holstein Frizer është 30 litra. 30 litra në dite? Po. Edhe letë. Simentoli është ma pak, Holstein një kuq, shkon 25-27. Dhe në 30 litra. A shetë qëmështë? Po, e të dërzojmë në qëmështore, te kabin në Gjilan. Okej. Dhe dhe po qëmështore? Po. Për vejtë anë njëq? Në vujët personale. Okej, mas e kena mjë dhe të shtolla, me shyllat, kismet zotit. Po the, toka keni që apo në një toka, se tash me tu më shate mos me pas toka. Kem dishka toka, mormi dhe me qira. Edhe me qira? Po. Sa i keni t'juve të rëmë? Ka që të një 10 hektar në bidhe. 10 hektar. Mashallah, pak basket. Një të shamë me po. 10 hektar mi punu, valla gëzë punës. Kanë qëllu. Ba gjysi të neve e kalon. Në i kalon. Tregom, sa është shtirë sot me punu me toka, ose me punu tokën? Ka fillu pakës ma letë për shkak do mjetëve që kanë dalë ma bashkohore. Bashkohore? Po. Subvenciona po ka për bëjësi, për gjësi?
Subvencionet janë të rregullta, ato për kret lupës edhe subvencionet e tuka. Apo dolin ty bërë? S'dalin. S'dalin. Pse s'dalin të regëm? S'dalin se. Qka u bu që s'dalin? S'dalin se për një lupë është pak. 90 euro për një kret lupë është pak. 90 euro për një lupë? Po. E në Maqedoni është 200 euro për një kret lupë? Është, kom ndëgju që edhe në rejon i sene. Po më duket që ata për tu kanë ma pak. E nuk e di vallaj për to, kjo që për lupë. Për kret lupës të na kena ma pak. A ki ishme të të punës? Kem diçka. Kom bo kërkesë edhe për në qeveri. Qa mua të Për kërkesë? një 10 kret lupi kom kërku edhe një traktor të mirë. Okej. Mirë po ata, po më duket edhe kësaj herë kanë hasë, s'u kanë kthy për gjigje kur gjo. S'të këthy? Ja s'u kanë kthy. Ha të shalë do zote po të kthejnë. Në të kthejnë që punë e ty në është. Kanë hasë më duket prapë në vesh të shordur. Kërkesa jute? Po. Mo i shalë do zote masa intervjistë shalë e shojnë edhe... Le ta shohin, kanë dokumentat ata. I kanë? Në zyre i kanë. Vjetë për vjetë kom apliku. Vjetë, çdo vjetë? Çdo vjetë. Halal të kuftë. Do më thonë ti ki nevojë edhe për një 10 lop edhe një traktor, a? Po. Çdo vishë Kom apliku për shtallë. E kam vendin atje për shtallë, prefekt. Ki nevojë për një shtallë të re? Po. Kam nevojë edhe... Ajo e leton punën. Me pa mujt, dhe sa kreri shë shku Shtalla, shka është profesionale, ajo e leton punët. Ajo ato ngrit edhe prodhimin, ngrit punën, ngrit edhe për shtet është ma mirë, të pagujmë të atë ma tepër, pagujmë të zisat. Dhe nëse të kështë pas një shtallë të madhe shkëtu vetë, dhe sa kreri kështë mujt me shku vetë? Mi pas? Të në 30 kreri kësha mujt. Dhe në 30, ma shumë sa më menja? Një herë për një herë jo, muj me rriti sene, mirë po, që ka kom pravune, kom pasur 30, edhe 40. Edhe 40? Po. Shfa do zoti kur vjen tjetër të shënja 100 Mirë bilisë po, për shkak shtallës jo profesionale, nuk kom mujt me mujt ma shumë. A jina pak i shojmë gjermonkat? Po. Edhe franqest? Krejt kena. Hajde jina, hajde me njëve. Me sa për shone, që këto e pas ke ma të mirën, më me thonë shtallë. Ka gje e majma. Kom nisi marrë vesh, edhe të shkush për shtallë. Edhe gjithë kush që ta she, thot që kjo është ma e mira. Të kom qëfar oco kjo, mos më dhuj që gjermonk. Është mobilar francez. Francez. Pa le fëf français. A e luov, që shi? A i bën heq? Shumë e mira. Sa mundet me shku vlera sojna, me dash me shite? Që kjo 3.000 euro shkon. 3.000 euro shkon. Për 2.500 a jep? Ty ta ja, pa që tërku jo. Po, ja për ku du me modë në shtrip shambanjes. Se s'kam ku e moj. Në Dvaris. Mashallah, pas ke lop kogja. Shumë mirë janë. Rasa është shumë e mirë. Sa orë në ditë e shpenzon me ta? E kam Edhe nipin, a? atë nipin, është mjek veterinar, më kalëzut fare mi mojtë më shumë. A, dhe me thonë ti pi kalëzën, a me të njafshëm, a? Me të A ti pi kalëzën miqës, a? Ja, ty halal të koftë. Kalëzëm, a... Edhe aj më mirë bon, ka pak. Një bon dhe bukur shumë. Që dhe me thonë nipi për miqën. Halal të koftë, nip. Të regom, sa shko në vlera së në lëbëve që i kishtë të parafarsisht? Sa mundet me shku? Ka lloj çmimi, që të shek këshyre ti, është e vërtet që i bën pare më shumë. 3.000 euro që ja pa, që ka pe di. Është kjo qekja, shkon diçka ma lirë, që e sementalli, që ashtu shkon. është Holstein Frizer, për firma bojnë, për nevoja personale jo, së në mojnë fermert. Pse? Njerëzit, ato lypin me hongër ma shumë. Lypin me hongër ma shumë? Po. Dhe me thonë, këto pas ka shpenzime ma të mëdhoja. Po marshime më doje. Sa mundet për shembull me shku një muj orë shpenzim i pas qëto në fermën tonë? Po, ma pa i llogarit vetëm Parafarsisht. pas sa unë, pa si sene këto i kom të minjat. Shkonjo, 600 euro, koncentrat na shkojnë. Koncentrat muj për Po, për këtu. për lapt. Dhe a ka ndonjë që ke thonë vallaj u lodha për kësaj pune mos du me punu më kur. Ja, deri tash jo. Deri Kur tash. tham, i jeki. Edhe si bën mua? Ja, si bëjmë. Nëse na unë nuk pyeta që sa kohë punon me fermë. Me siguri 20 vjet po. Që 20 Që vjet. 20 vjet. A dhe s'to ka po bajat si punë? Jo, se ka mërzi. Po ja tamam S'mërzit puna. na për kësaj pune. Tamam puna me to I kam vetë marak, i kam, Që kjo 3.000, ajo 2.500. 7, 9, 30 mjanë vesh, le paske. po. Me dosh me shit 40, a i bojnë, Po, i A i bojnë. bojnë? I bojnë. Me 40 mjanë, qka blen njëri?
Valloj as BMW-s blen. Valloj as Qa që ka lyp shpimet. Qaqin. Unë kom thonë me pas një shpi në fshat. Unë në lep se fort marak. Dele ti du fort. Ko gjolla një 3 dele I kisha bu. Ti gjoj dilet. O ishtë të gjithu ke njëre, e të gjej shpinë të na në fshat, për mi bu, të na punë ato me Ta është amorzotit. I merë lirë, I mirë, s'po duhet me jetu në shat. I gjon lirë në fshat. Ti për shembull, Edhe të pejes I gjon ashin, I gjon ku jeton. A kështë pas shif me do me tu në qytet? S'moj me jetu. Pse? Vet. S'tjetu ato po? Ja, s'moj me jetu qytet. Qka ka qytet që të së në rënë qytet? Vet. Qka s'pëlqen to? Qyteti I ka senet e mira I ka mjekësin, I ka shkollimin, I ka shumë sene ma të leta, I sen mirë po. Na kemi kalu një kohë mo, s'mujna mu adaptu. Qytet? S'mujna. Për shembull, a I shekon gjendje me nejtë qytet, në dytë nodës me të bu sirena kirët para banese. Se të mësu këmë fshat qetë, vëllo. Se da truni mo. Se da truni. Se da truni mo. Na të përshëndesim, ta lëm ty një punë të marë, ta rujt Zoti Marokin, e firmën. Faleminderit. Pra do Zoti kur vjen që do të çomë firmë tre që dhe edhe vet, edhe sa më shumë lep. Do Zoti. Inshallah. Ne ballall që të morëm ku. Inshallah, faleminderit. Turit Ju që Zoti. I një monu. E faleminderit shumë ideja. Njëri pajizatore më të mirë. Faleminderit shumë ideja. Je një djalë shumë I sinqert, shumë korrekt. Nuk priton me hi. Ta më punë Edhe me këtu. tisha të reja, edhe me gjithsene. Je pa këtë. Edhe E lan masina. E di që I lan masina, po je shumë I suksesshëm. Përderi sa e kena për punë pse jo. Është qef dhe knaci më punë mesin e këtij Marokës, sa këtu në frymur. Po. Pyty në hojnë e pi gjysën e sa na vi kena pytyne. Ky çupshti jon keq shkon qytet. Fiks. Krejt qytetarët hanë Gjelani, Prishtinë e konsumojnë. Kështu që ti rujt Zoti. Faleminderit. Na bo halal. Për të mirë inshallah. Kala mirë mos u lart, për të mirë, Faleminderit. respekt.